والسلام على خيره خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të nderuar të pranishëm, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen islame, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, që në gjuhën shqipe do thotë paqja dhe mëshira Allahu xhaleshanu qoftë mbi ju, mbi ne dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Këtë tribun apo këtë ndodhi në xhamin tonë bëjmë të hapur, duke lutur Zikriat Këndin për një ashere të shkurtër. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. Falenderojmë Zikriat Këndin për recitimin e bukur. Më pas të nderuar të pranishëm, tema e sotshme e kësaj tribune është problemet dhe trazirat në vendet muslimane në kohën bashkëkohore, në të cilën do të ligjerone Magjistër Bashkim Aliu, imam në Vicikon, por para praktikisht kemi musafir të cilëve një nga një do t'ju japim rastin që diçka të folin mbi atë të cilën ndoshta do të jetë dobishme për ne që jemi këtu prezent. Në të njëjtën kohë, kjo tribun ndiqet edhe nëpërmjet internetit në adresën RTV Islam dhe në Radio Islame. Andaj, si musafir i radhës apo bisedues i radhës në këtë tribun, do ta kishim lutur musafirin e rastit, Magjistër Akbar Berisha, që është nga Kosova, është musafir i rastit, dhe kishim lutur që të mbanet diçka fjalimin e tij të radhës.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Falenderojmë Allahun Xhela Xhelaluhu ve Xhela Shanuhu, I cili na krijoi na përsosë si krijesë. Paqja qoftë mbi të dashurin ton, Tisnikun Muhammedin alayhis salatu wassalam. Familjen e tij, shokët e tij dhe të gjitha ata të cilët e trasojnë këtë rrugë të bukur. Pas gjithë këtyre, pas falëndrimit ndaj Allahut dhe salavatet i Muhammedin alayhis salatu wassalam, falenderojmë Xhamin El Nur për ftesën e tyre, po ashtu ju çojmë selam kryesisë ju, një selam, po ashtu dhe ju me këto që I kemi në krah të ju për tashmë në botën, sidomos shqiptare, viset tohet shqiptare, dhe kryesinë e ju, si dhe ju dhe xhamati për kohën që keni nda e ardhur dhe me të gjusë bashku, dhe me të zëgjusë bashku të shka, sidomos për temën që përmendi imami I kësaj xhamie, trazira në botën islam, ta qurë mësisori. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, do të vinë kohë fitnesh në mëdha, sa që njeriu po të ketë në një dele ose deve, do të ishte më mirë për ta me dalë male dhe me majt ato dhe me jetu atje, në shpang pra këtyre fikme. Por nëse nuk ka, thot, ta marrin një shpatë dhe t'i lëshoj kepshe, shkembe, edhe të futen të atë. Vërtet, ashtu si thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Islami do të vije dhe I tek vije e do të vije gati të përput. Por pastaj do të riflehet sërish. Sigurisht që Allahu nuk I dënë zullumçarë. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Thot Allahu në Kur'an, Allahu thot, mos bëni trazime, mos bëni probleme. Se erdhi Muhamedi alayhis salatu wassalam si mëshirë për njerëzit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mëshirë për njerëzit. Dashuri për njerëzit. Nuk do ta them edhe do ta ritem. Në xhamit tona mungon fjala dashuri. Në xhamit tona mungon fjala shpresë. Njerëzit tonë shpresë. Njerëzit tonë dashuri. Jemi mbushur me luftra. Nuk na duhen më luftra. Sot, ma shumë se kur ta duhet paqe. Selam. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, afshu as-salama bainakum tahabbu. Shpërndani selamin në sleti, do të du hemik. Besimtarë, fillimi I ndryshimit fillon tek ti. Kur ta ndryshojsh vetveten, pastaj do të fillojsh të ndikojsh dhe të reflektojsh tek ambientin që të jeton. Pastaj do ta shohin harin gjithë fshati, gjithë qyteti. Pastaj do ta shohin harin edhe shteti. Pastaj do ta shohin harin edhe gjithë muslimanët. Si thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ajaban min amri al-mu'min, innama amruhu kulluhu al-khayr, wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min. Çudi puna besimtarë. Veçma, çdo sant që bën, çdo veprimtari, çdo punë që e bën pra me arrit me synu mirësinë e Zotit. Me përfat pra mirësinë e Allahut. Dhe kjo nuk duhet vetëm se me këmbë, me besim.
Po me asë këmë tjetër. Lezër, mediat janë duke paraqitur një metamorfozë të përfituar, e cila në të thënë të drejtën i përbolizon dhe zmadon shumë gjërë. Sot mediat kanë dhënë edhe destruktiv, por edhe konstruktiv. Pra, edhe shkatrus, por edhe ndërtus. Parsisht se kush i kontrollon ato media. Po që sa ato media kontrollohen nga njerëz serioz, të cilët kanë qëllimet mira, e mira do të shqitet takë. Po që sa ta njerëz kanë qëllimet të caktuara, ideologjike, cilat unë kam shkruar në librin tim Islami dhe ideologjia, ku flas për mediat, në të vërtet, ato janë duke paraqitur kinë se muslimanët janë njerëz të terrorit, të dhunës, por e kundërta është se ne jemi njerëz të selamit, pra paqes, dashurisë, mirësisë. Kisha rastin të dëgjojmë të shikojmë një film, ishte një lloj personi që duke i spetë, në fytyrë duke pra ishte qifut në Hollywood, ishte duke i xhiruar një film. Dhe çka ndodhi aty, mori ca pume dhe ka vetë të Amerikë. Vdekja Amerikës. Ne i dojmë Amerikanë. Ata janë partnerë në lajtë, ka shumë djetarë islamat. Ne i dojmë çdo popull, se ne jemi muslimanë. Ne nuk guxojmë me urrejt askand. Ne nuk guxojmë me urrejt askand. Ne duhet i duam njerëzit. Ne me dashuri do t'i afrojmë njerëzit. Me rahmet jo, me mëshirë. Ne nuk guxojmë që bërtasim njerëzit. Ne nuk guxojmë të ofendojmë. Muhamedi alayhis salatu wassalam kur nuk i karo as kafshës, shpullë, shplarë, e jamon njerë, ose të misë, ose grupës. Islami nuk është dhunë, e i krashë, Islam s'ka dhunë. Unë librin tim të Tolerancës Osmane dhe Shqiptarët, kam trajtuar problemin e përhapjes Islamit në dokumenta dhe arkiva, aty kam thënë se po qëse Osmanlit erdhën me dhunë, pse në vitin 1385 Kartopia thret dhe thot më ndihmoni, ju lutem më ndihmoni se Bizanti me palëshët janë duke na shkatruar tokat tona dhe i thirr ata në gjendje vasaliteti. Pra ne i thirrëm ata, bëm aleancë me ta dhe ishim vasal me ta. Pra keni dokumenta arkivorë që klasin të të. Pastaj, nëse ky Islam ose Perandoria Osmane do të kishte ardhur në dhunë, Rumania, Bullgaria dhe shumë vende tjera që kanë pas shumë xhamia, mendohet që Beogradi ka pas 215 xhami. Dhe nëse do të vinte pra kjo perandori me dhunë, atëherë shumë vjetë do ta mande pushtetin, se do t'i vriste gjithë krishterë, dhe s'do t'i më frim krishterë, dhe vetëm musliman do të vendas në atë formë. Kur ata hecën me fjalën la ilaha illallah dhe u konsultuan me shejkhul Islam, sultani, u konsultuan me shejkhul Islam, dietar, ecën përpara. Kur ata filluan të ushqihen me egoizëm, dhe filluan të mos i dëgjojnë pra shejkhul Islamit, atëherë filluan kursin. Thot Ibn Halduni në veprën e tij El Muqaddima, thot gjithmonë civilizimet kanë dështu kur nuk janë konsultu me njerëz të ilmit, me njerëz të dijes. Dhe unë për disa temash për trazirat të toka, unë jam i mendimit se shumë pak janë njerëzit të po konsultu me njerëz të dijes. Pra, po shkojnë po luftojnë, mirë po, nuk po këshillohen me njerëzit e dijes. Që t'ju japin verdikt kësaj çështje. Pra t'i japin përgjigje kësaj çështje. Si guxon ti të shkosh, pa u konsultu me ndonjë dietar që kanë dëshmu dietar për ta, që është dietar eminent, që është i njohur dhe me emër. Pastaj, shumë njerëz po ncitohen.
Njeriu nuk duhet të nxitohet, muslimani s'duhet të nxitohet. Pra duhet çdo gjë me maturi, me butësi, sepse pastaj do të na kushtojë. Sa gjaku modernët dogat islame, në vjen turp shpesher që janë musliman. Në vjen turp ta, dhe e thamë për ajush, vjen turp që janë musliman, u shoh musliman të vriten për përgjërish. Është bën gjaku i muslimanëve si mizat që myllen në përgjërish. Allah nuk i donë dhalimon, Allah nuk i donë zbomqarë. Ju e dini kush ka qenë Haxhaxhi Jusuf al-Thaqafiu, i cili lyti Sejid ibn Xubejri. Dhe thuhet, kur në pyet Sejid ibn Xubejri, ai bën një dua. Që Allahu t'ia marrë shpirtin shumë shpejt si zbomqarë. Dhe thuhet 15 ditë. Ai s'ka bën gjumë në sy. Ka po gjithmonë ka po si ku po i vjen dikush dhe pe e godet. Besimtar. Marrë mirë këtë që po them. Xhamitë tona janë spitale për zemrat e njerëzve të sëmurë. Nuk janë muzeume për njerëzit e mirë. Në xhami ka filluar ndryshimi. Dhe në xhamit tona do të fillojë ndryshimi. Xhamit u kthyn në të kaluar në universitet. Ku jemi ne, ku kemi qenë ne, ku jemi tani. Jemi shumë larg dijes. Dija ka shku, ka udhëtu në Oxford, në Harvard. Ka shku në botën e integrimit dhe zhvillimit. Sot shumë pak musliman ka që zbulojnë një program të integrimit. Sot shumë pak ka musliman që fitojnë çmime Nobel. Një Ahmed Suhej, e di që ka fitu një çmim Nobel, edhe krenohemi me të, apo një person i caktuar ka fitu një çmim Nobel dhe krenohemi me të. Ku janë të rritë ta? Ku është atëmëria umetit? Rritë tanë mendojnë se si me shku me balu, me marrë i thonë i të nga mëtore, asë më rëqine nga përboje. I thonë me marrë i kallasha dhe me shku atje me shku për pjetë. Lufta ka regula. Kush ka qenë në shtëri, është shumë mirë se lufta dën akademi, dën përgatitje. Jo me një armë, po dën autobinda, dën aeroplana si pitë fundit, dën ato, dhe të fitohet për 24 orë. S'ka nevojë, s'ka se. Për 24 orë fitohet ajo. Dhe vendoset kursi i kësaj pune. Dhe kemi kujdes besimtarë. Kemi kujdes, matemi mirë dhe ta dim mirë se çka jemi këtu. E para, e dyta. Xhihadi më i madh është xhihadi i lapsit. Me laps. Ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, benda dietarit është më e çmueshme se gjaku i shëritit. Ne me dije do ta çlirojmë botën, s'po them do ta kushtojmë, po do ta çlirojmë botën me dije. Shpesher, edhe një herë betan, vjen turp si janë musliman. Edhe pse, në Universitetin e Prishtinës kam pasur mesatar për imamit. Edhe kam qenë studenti më i mirë. Por më vjen të turp si i përkas fesës ta. Pse? Sepse gjithmonë me gjuni me fjalën më thonin se muslimanit janë prapambetur. Pse ne jemi prapambetur kur Endelusi mendohet që 2000 shtëpi ka pas një kanton ose një qytet e vogël, 2000 shtëpi kanë qenë 2000 biblioteka. Mullah Hasan Masurica është zbuluesi i pushkut të Trollozit. Është zbuluesi i aeroplanit 1899 Sultan Abdulhamid i Dhir dhe anglezët ja vjedhin projektin. Vërtet, është për të ardhur keq, çfarë pellgu jemi zhytur dhe ku jemi katandisur, është për të ardhur keq. Unë s'do ta zgjas më shumë, fjalët e shkurta Muhammed më gjatë. Fjalët e gjata Muhammed më pak. Kush kupton, ka që mjafton. Unë jam një vllai i imam i Berisha, ligjërata tonë kemi në internet, kush dëshiron më shumë të na dëgjojë, të na lexojë shkrimë, libra, aktivitetet tona.
jeni të mirëseardhur. Zoti ju jep tu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum. Ne falenderojmë Imam Arbër Berishën, i cili shtuhet me shkrimet e tija dhe tortuesi një numër të madh të librave. Si musafir të radhës të rastit, e kemi edhe një imam tjetër që vjen nga Kosova, nga Skenderaj. Për moment është imam në Sebah, në Ciri. Ai është imam Bedri Sula, për të cilën do ta kishim lutur që edhe ai ta përshëndes këtë tubim. Bismillahirrahmanirrahim. Namet Allahu të mëshirësit, falënderimet e lavdërimit i takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ndërsa salavatët, përshëndetjet, dhuratët, në të qofshin i Muhammedin alayhis salam, dhe familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në shpirtin. Të nderuar vëllezër, përshëndesim përshëndetjen e paqes, përshëndetjen islame, përshëndetjen e muslimanëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë. Në herën të lutim Allahu xhalla shanuhu që çdo hartojnë dhe tojnë për këtë vend, të shënojnë dhe shohin vepra të mira, aty kur mësë shumë të kemi nevojë që të shohin, të ndohen si rezultat i veprave tona të mira. Po ashtu, para se të them dy fjalë, ju falenderoj për këtë që na lëvon imamin dhe këshillin organizator të xhamisë. Po vjen shtirë me folë ndoshta para profesorit tonë për historinë. Bashkimit që po do të mundona vetëm pak fjalë në mënyrë që t'jaloj kohën që të vazhdojmë me ligjëratën e tij, që është tema kryesore e këtij organizimi. S'ka dyshim se Allahu xhalla shanu na ka dhënë mirë, kur na ka përzgjedhur që të jemi pjesëtarë të Islamit. Begatia më e madhe, nimeti më i madh që Zoti na ka dhënë, është na ka dhënë Islam. S'ka begati, s'ka nimet që afrohet këtij nimeti ose begatie. Zoti ka deklaruar në Kur'an se feja vetme e pranuar tek Zoti është feja islame. Prandaj do të falenderojmë Zotin natë e dytë që jemi pjesëtarë të kësaj feje. S'ka dyshim se të qenë pjesëtarë të kësaj feje, kemi edhe obligimin ndaj Zotit, obligimin ndaj robëve, po kemi obligime reciproke edhe ndaj këtyre tjerë. Prandaj na si musliman është shumë lehtë me pretenduar të thonë që jemi musliman. Por diçka tjetër me qenë praktikisht. Aja që në të ta kësha përmend këto, shka të kohës, pra të thamë është që ne shembullin më të mirë, qysh me konë musliman, e kemi shëndetyrën më të mirë, örnejtën më të mirë Muhammedin a.s. Zotin Kur'an e ka lavdru Muhammedin a.s. Gjitha cilësitë e përsosura e ka pas pejgamberi a.s. Allahu xhaleshanu kur e ka lavdru në Kur'an, e ka lavdru me një cilësi të veçantë, e për cilën e ftoi vetën edhe juve, që ta pasojmë pejgamberin a.s. dhe ta kemi të cilësisë në fundit, fjallë në besin fjallë, e vetat e kanë rrujnë kërësorë. Allahu kur e ka lavdru pejgamberin a.s. të thonë, wa innaka la'ala khuluqin adhim. Te jo Muhammed, me të vërtet, jenë shkallën më të lartë moralit. Pra nëse do të konë musliman, do të jemi musliman me moral, me veta, me sjellje të mira. Kështu ishte edhe Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Pra, sa më shumë që e pasoj Muhammedin a.s. Shkojmë rrugës Muhammedin a.s. Atëherë ne e meritojmë të quhemi musliman. Musliman i nënshtruar ndaj urdhrave të Zotit, pasues i Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit a.s. Për me kuptu këtë që thash, unë do ta di një shembull shumë thjesht për me marrë si model pejgamberin tonë Muhammedin a.s. Muhammedi a.s. ishte një parasitisht i fjalës, ishte i veprës. Një rast tregohet Muhammedi a.s. diku në periferit Mekës, jashtë Mekës ishte duke udhëtu. Po e sheh një plakë në moshë shtyrë, një lokë, e cila po barte një barë shumë pranë. Dhe pejgamberi a.s. Zoti kishte dërguar mëshirë për njerëzimin. Edhe pejgamberi sa po i thotë se plakë të loka ndihmoj që me barë këtë barë. Edhe po i ndihmon asaj plakës, pa e njoh pejgamberi a.s. Do të para shtëpisë sot. Kur para se mundon të plakën, këtë mire bani pejgamberi a.s. Këtë cilje, pejgamberi atë plakë nukëftoj Islam, e asë ishte muslimane. Po pejgamberi këtë cilje bani, këtë moral praktikisht të tregoj,
Dhe kur po ndohet para se po ndohet, ke lojtja të i thotë mirë, do të kam një porosi për këtë ndatë, si shej falenderimet që ma bane këtë mirë, këshilloj, se në Amerika atje është përha njërën acak, i cili pretendon se është pejgamberi i fundit. Kisha porosit që mos mi besu ati. Pejgamberi a.s. po bësesh, dhe po i thotë lojtja, thotë unë jam aj Muhammed e pejgamberi. Subhanallah. Lojtja, me njëherë të kërëjë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se ti me të vërtetë je i dërguar i Allahut. Pejgamberi nuk i mbajti ligjërata. Pejgamberi nuk i dha këshilla. Pejgamberi praktikisht i tregoi se si duhet të qenë musliman. Inshallah Allahu xhalla shanu ai fare shimin të bimit. Inshallah Zoti dhe njerëz pa tham shumë ka bashkuar të ban, na bashkon xhenet, Zoti shpëtoi për regjimin. Por qali hada astaghfirullah. Po ashtu e falenderojmë edhe imamin e nderuar Bedri Sulën për fjalët e tij nxitse për moralin më të mirë dhe besimtarit të jetë i suksesshëm. Tema kryesore që e kemi sonte të nderuar të pranishëm e kemi zgjedhur duke lexuar ajetet e Kuranit më lart ku Zoti fuqiplot thotë kështu: ju mirë do të sprovojë me pasurinë tuaj, me vetveten tuaj. Do të dëgjoni prej englul kitabëve dhe prej atyre të cilët ishin përpara jush dhe ata të cilët nuk besuan firje dhe sharje të mëdhaja, por ju dhe duhet të bëni durim dhe t'i fiksoni Allah. Në qoftë se ndodh kështu, çështja do të marrë fund, do ta vulosë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, kur është pyetja për Islamin dhe shpjegimin e tij, padyshim njeriu që çdo ftesës i përgjigjet për të plotësuar dëshirat e xhamateve në përgjithësi, por sidomos dëshirat e të rinjve këtu në diasporë, ai është imami jonë i nderuar, Magistër Bashkim Aliu, të cilën e lusim që këtë temë të shqellone ashtu siç din ai vetë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdërimet të sinqertë i takojnë vetëm të Madhit Allah xhalla shanu, përshëndetje, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. I nderuar imam, e nderuar kryesi, të nderuar xhamat, të nderuar kolegë, dhe gjithë ju vëllezër dhe motra që jeni duke na ndjekur përmes valëve të radio televizionit Islam në internet dhe radios islame, si dhe radios Jeta Islame në Londër, më lejoni që fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Është kënaqësi e veçantë për mua që sonte të gjendem këtu në mesin tuaj, inshallah xhelashanu që edhe juve që keni prezentuar këtu për të na dëgjuar këto probleme të mira, inshallah në këtë tubim ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur njerëzit kur tubohen në një vend me qëllim që ta përmendin Allahun dhe të mësojnë për Islam, ata i mbulojnë melekët me fletët e tyre. Për atë pra inshallah melekët që janë prezente në tubimin tonë na mbulojnë me fletët e tyre, me mëshirën e tyre, për shkak se ne nuk kemi ardhur për diçka tjetër, jashtë se ta përmendim Allahun xhaleshanu dhe jashtë se të mësojmë diçka për Islamin bashkarisht. Dhe i falenderoj ata që na e bën ftesën, po ashtu që na dhan rastin, u bën sebeb që të fitojmë inshallah të një sevap bashkarisht. Vëllezër të nderuar, çështja e problemeve të muslimanëve mvaret nga cili aspekt drejtohet, mvaret si shqirtohet. Unë besoj se ju më thonë japë edhe këtu me probleme ta. Njapë në ekranet televizive këtë probleme ta që edhe këtu, qëka të tregojsh? Sa ka të vrarë në Irak, sa në Afganistan, sa në Libi, sa në Siri, sa kanë vdekë sot. Para mendoni statistika e fundit është me krejt viktima që prej kur ka filluar konflikti në Siri, statistika e fundit është se që duhet të mendoni parafërsisht në çdo 11 minuta vdes nga një sirian. Në çdo 11 minuta, prej se ka filluar konflikti. Para mendoni tash çka do të flasim ne për këtë çështje. Me thënë, është
ndoshta edhe tronditse ndonjëherë, që të flasim do të thotë për problemet e muslimanëve kur një hoxh në qytetin e Humsit tash çka i dëgjoni këto trazira çka bëhen edhe çka kanë depërtuar edhe këto kombë të bashkuara, paramendonja imami e kanë pyet njerëzit, kanë thënë çka të ha, se kanë qenë të rrethum, do me thënë muaj i rrethum. Jo si këtu nuk ka ushqimi, ka mbaru, nuk kesh ushqim 10 ditë, hajt 15 ditë, mandej s'ka ma, nuk ka nga hinë dhe akri puna, nuk kam pas. U ka leju paramendoni njerëzve të hanë edhe kafsh të ngordhura cofta që i kanë gjetë në për rrugë. Vetëm e vetëm të mbanë jetën gjallë, do me thënë ngetën gjallë. Edhe kam pyet ditën e Xhuma, ka thënë fetva në kanalet arabe e pashë, me thënë vetlejnë, u ka dhënë hoxha ditën e Xhuma për pasë shiqoni çka të gjeni, maca cofta, qenë cofta, çka të gjeni. Hani do me thënë se nuk kam, ka qenë njerëzit duke vdekur. Thonë shiqoni çfarë gjeni, pra çka të flasim për probleme. Prej ku t'ja fillojmë? S'dim prej ku t'ja fillojmë. Ku ta përfundojmë? S'dim ku ta përfundojmë. Çka të përfshijmë? S'dim çka të përfshijmë. Por realisht nuk do të mundohem të ndalem në shkaqet pse vijnë këto probleme të muslimanëve. Ose përgjithësi problemet e muslimanëve, dekadenca e muslimanëve, prapambeturia e muslimanëve, rezultati çkahit është kjo, ne që përjetojmë. Është rezultat se feja neve na thot ngellim prapambetur, se feja ne kemi ashtu, feja na thot bëjmë probleme në Irak, në Afganistan, feja. Apo ne e kemi fajin edhe ne e kemi probleme. Mirë, por realisht dua diçka tu tregu. Nuk duhet njeriu xhamat ndeshëm t'i hupe shpresat. Se shiqoni, nuk ka bota islame në këtë gjendje vetëm tash. Bile nga një anë, kemi edhe ringjallje dhe rizgjim të vetdijes së muslimanëve. Se e dish njerëzit kur nga zbojnë edhe kur nuk lanë rahat, kur fillon ti të lëvizish, në qoftë se një fëmijë rinë gjep, nuk lëvizën, çka i bëjnë? Ata vetëm e përkundi. Kur vritet fëmija? Kur vritet? Nga këmbët, nga hunda, ka balli, ka duar, kur vrit? A gjep te poftori, kur? Kur fëmija tenton të ece, ashtu, tenton të ece, mundot ngritet në këmbë të veta, edhe atëra has ngritet edhe bie, e vret hundën, qanë, duku munduar të ece, shkona gjithë të poftori, në gjitet, digjen, mirë po, qka? Ai fëmi mundot ngritet, ai nuk do të ngere e jullu, mundot ngritet, mundot të ece në këmbë të veta. Ai fëmi mundot të gjeje vetën e vete, ishe tjerët si eci, edhe ki mundohet të ece. Edhe nuk ka mirë që ai fëmi non-stop në gjep të rije dhe tjerët të përkundin. Tjerët përkundin kur ti flenë, nuk va prishën Terezin. A kur va prishën Terezin, atër gjithë ngrijen këmbë ti të të kapi për viti. Ama ajo është dëshmi se ti je i gjallë, ajo është dëshmi se ti lëviz. Për ato të duhet të gjëra dhe nga këtë nështrim qenë, dhe çështja tjetër është se bota islame ka qenë xhamat ndershëm edhe në botë e kaluara ka pas krizat mëdha. E dini çfarë krize ka pas bota islame? Bagdadi nuk ka problem vetëm sot. Bagdadi ka pas problem edhe kur e kanë pushtu mongolët, saqë aq libra janë gjirë edhe aq libra janë gjuajtur në përlumen Tigër dhe Eufrat në Bagdad që janë në Irak, sa që lumi ka dalë prej shtratit vetë, ka bo vërshim, si në Britani sot vërshimit që ndodhë, po nuk ka bo vërshim prej shiu, shi nuk ka pas, ka bo vërshim prej librave, shqoni musliman qëfar kulture kam pas edhe qëfar potencialit ma. Kanë ardhë mongolët kanë qenë gjisëm të egrë, nuk kanë ditë libër qëka është, nuk kanë ditë shkrim qëka është, nuk ka pas i kanë marrë, librat i kanë gjurë lumë. Lumi e kanë dru në gjirën, uj e kanë dru në gjirën prej në gjirës së librave dhe ka dalë lumi prej shtrati. Djetarët i kanë dëtiru, do me dhënë Ramazanin të prishin para njerëzve, mos falin e mos bojnë, do me dhënë diktatur, pushtet absolutist, i cili sot ndoshta edhe nuk ja gjenë shembull. Mirë po xhamat ndershëm, a u shujt Bagdadi, a u shduk Bagdadi, a humbi Bagdadi, jo, përsëri u ringrit Bagdadi, dhe çka ndodhi tjetra? Këta pushtues të cilët kishin ardhur dhe e kishin pushtuar Bagdadin, duke qenë gjysmë tegër dhe pa kulturë dhe civilizim,
u ndikuan prej popullatës muslimane, u ndikuan prej muslimanëve, u ndikuan prej kulturës islame, u ndikuan prej civilizimit islam, u ndikuan prej dietarëve dhe çka bën? Këto erdhën i vranë muslimat, vadogjën shtëpia, bibliotekat, krejt çka kishin, mandej duke jetu ati u banë musliman këta, e pranun islamin, u këthin këta u banë musliman, mandej këta çka banë? Këta të njëjtët që erdhën e shkatruan Bagdadin, u këthin edhe përhapën islamin këta në Kashmir, në Indi, në Kinë, në vendet tjera, se dhe në Kinë ka mbi 100 milion musliman në Kinë ka. Mbi 100 milion musliman ka në Kinë. Ndoshta shumë nuk e din këtë. Që gjoni pra, këta të njëjtit e përhapën islamin. Këta që e shkatruan Bagdadin. Për atë besimtarit shpresat nuk duhet t'i humbë. Edhe Allahu Gjellëshanuhu në Kur'anin famlar thot: La jej esu min rauhillah, nuk i humbë shpresat, nuk e humbë ymidin, nuk e humbë mbështetjen e Allahu Gjellëshanuhu kush? Vetëm sa njeri cili nuk beson. Ai që beson nuk e humbë. Krahas problemeve, krahas sfidave, krahas pengesave që i kemi në rrugë krejtne, përsëri besimtari çdo herë duhet të shiqojë se Wallahu ghalibun ala emri, Allahu Gjellëshanu i ka ndorë gjërat. Pa marrë parasysh se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë këtë. Për atë pra kuri nuk duhet që njeriu të fillojë shpresat, kuri nuk duhet të flet me një pesimizëm, por nuk duhet edhe njeriu të mendojë, po mirë që kemi atëherë, po ata super që kemi. Jo, ne jemi keq. Mirë, po nuk duhet bëhemi edhe ma keq në qoftë se i humbim shpresat. Këtu apo enda. Ne jemi keq, po duhet punojmë ta përmirësojmë këtë gjendje. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e di me çka ka filluar pejgamberi thirrjen e vet. E ka filluar me një grua, Hazreti Hatixhe, me një fëmijë, Hazreti Aliu, me një burr, Hazreti Abu Bekri, 3-4 vet. Edhe atë çka, grua edhe fëmijë. Hazreti Aliu ka pak 10 vjet, Hazreti Hatixha grua ka qenë. Çka ka pas 55 vjet ka pas në ato kur i ka ardhur pejgamberi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Me këto e ka villu, po mandaj qka u ba? U ba mandaj vetëm Kinë ke 100 milion musliman. Gjdo dit ta pranojnë islamin me 100.000 njërës në përkrejt botën. Ka ardhë puna sot në Britanit kërkojnë për shembull policet, femrat muslimane t'je policet me shami. Ka ardhë Suedia ta diskutojë ta lane e zanit thirët në për shamia. A unë vetë kam qenë të shpitar në Detroit. Në Detroit të Amerikës kam qenë, ezanis, dreka, i qindia, edhe akshami, thireshte me mikrofon. Në Detroit, këtë e kam gju vetë, që të më thote dikush, jam vajt vetë në gjami, edhe kom pal vetë, ishte do me thonë ezani thireshte me mikrofon. Pse? Krejt ajo lagja, si dhemi ne atje, muhallat tona, më kupton, krejt, ajo ishi po 75% ishin musliman. Edhe këta që nuk ishin musliman, nuk ishin dhani leje këtire. Që thirnja ju, që në marrë leje, që në shku të kretari komunës, që tonë si të pajtonë ata banorët qërë, për mu nuk ka problem. Që në marrë pëlqim që thonë vetëm sabare një atësi jo se shumë herët edhe shumë vonë, a për drishën, drejt, 100 edhe në aksham pa problem. E zani në Detroit thire i gjematë të ndeshme me qka, e zani në Detroit thire me mikrofon minare. Ja pra ku mbriti islam. Mbriti islamin me në hatën të ndërtojët gjami. Të kalojnë në islam, do me thonë 100.000 njerëz, të punojnë për islamin ata ma tepër se muslimanët. Ata cilët e kam pranu islamin prej atire punojnë ma tepër se muslimanët punojnë për islam. Të përkthehet Kur'ani dhe librat islamin në anglisht, në frëngjisht, në gjermanisht. Pa e të regoni ju mu, buk sangalet, kur ka pat kje gjami para 100 vjetësh? A kanë ditë për islamin? Asësi, po qka? Zullumi pushtetit komunist në vendet tona, që nuk na kanë dhënë mundësi të punësohemi, nuk na kanë dhënë mundësi të shkollohemi, popullata jo nuk pati çka të bëjë, disa për shkaqe politike, disa për shkaqe ekonomike, çka bën? Jam sitë në gurbetin. Erdhën në gurbet, po erdhën në gurbet ata si musliman, erdhën në gurbet ata u bën shkak edhe shumë njerëz shpëtojnë pse? Shumë zvicranë e kemi që falin na për xhamiat tonë. Vetëm një shembull do ta përmend, është një xhami e madhe atje në kantonin e Zürit e kanë ndërtuar arabët në Hegnau. Diku me miliona ka kushtu, qendër e madhe, është thot në Hegnau Cirit. Kryetari i xhamis i Ferajnit të atyre është e grua zvicrane që ka pranu islam.
Pa merr mendje. Grua zvicrane e cila ka pranuar Islamin, ajo është krijetare. Kur kam vritë domethënë në Islam tjetë një perëndimor do të tjetë musliman. E dini për cilin thuhet se i pari europian ka pranuar Islamin. Përmendet një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili ka ardhur prej perandorisë romake, domethënë prej vendeve të Turqisë, atëre Greqia, këndaj kanë thënë Suhejb Rumi, Suhejb Romak. Ki konsiderohet lidhja e parë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me evropianët përmes këtij shokut vet i cili konsiderohet me përjardhje europiane. Shqoni prapë kam riporat, shpresat puri nuk duhet të humbet, edhe inshallah neve na pret një ardhmëri e madhe, një ardhmëri e ndryshme, mirë po ne duhet të punojmë. Nuk duhet që bëjmë qefin vetvetit, nuk duhet të mendojmë se mbarua, se dështimi më i madh, humbja më e madhe është në qoftë se ne mendojmë se s'mundemi. Në qoftë se ne themi valla jam, mbaruam, ne u kri puna, u dorëzuam, jo. Kjo nuk ka, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka filluar me një grua, me një fëmijë thirrën islamet, me një burr, moshatari i ka qenë. Mandej sa u bë Islam, u përhap në të gjitha anët e botës. Mirë po realisht ne, xhamat të ndershëm, duhet ta vëmë dorën edhe në plat ku na dhem. Pse? Duhet ta blekim platën. Pse jemi në këtë gjendje kështu? Nëse dikush, nëse kthehemi në Kur'an, do të shohim se Kur'ani muslimanët, besimtarët normalisht, i quan, i cilëson me cilësi madhështore. Thot ju jeni populli më i zgjedhur mesin e njerëzve. Ama jo më i zgjedhur për shkak të fizionomisë, për shkak të frizurave. Nuk ka për shkak të frizurës ti se je i zgjedhur. Nuk je zgjedhur për shkak të narcisë trupit tënd. Nuk je zgjedhur për shkak të teshave ti Tommy Hilfiger se bën edhe tash. Hajde ti zgjedh një musliman se bën kështu. Jo. Jeni zgjedhur për shkak të besimit edhe kushteve tjera të cilat duhet të plotësohen. Dhe në qoftë se ne tash na pyet dikush, si jo feja ju e muslimanëve? Ne çka themi? Feja jonë është super, valla. Krejt tjerët prej fesë toni kanë marrë këto gjëra. Krejt zbulimet shkencore kanë marrë prej fesë toni. Feja jonë është feja e paqes. Feja jonë thirr në paqe. Ama pak dëni muslimanit t'i shkelisht interes si ti qenë. A me pitot, feja, ne musliman sa të mirë jemi. A i tregojnë rastin një shef një Gjerman tu, një punëtor, e ka pjetë këte, qka është me feja ju? Feja jonë shumë me mire, shumë me këte, po qka do të feja jonë shumë me mire, ona ta gjenojsh dhe të pojshe kejtë këto të farësh, edhe kje pret vjen Ramazani, edhe ki thot në antora pauza, ku shkuet pje kafe normalisht, thot ja për ti s'ka pauz, të pse, po ti tha feja ju është e mire, kejtë ta gjenom, ku shkon ti pauz? Ja, ta qire të shkojnë pauz, a je musliman, po musliman. Po ti vetë mu tha mu se feja juj e jep, do me thonë ka gjenoni, ti pëse nuk ka gjenon atër? Do me thonë, ju muslimon t'i dhët, u thonë ki tjerëve të pojnë pun, a ju vetë nuk bani. A me di shka ka thonë një smun gjon, krank, rinë shpi atër. Mu jam pun krank, rinë shpi, shiqoni pra. Qerve ne u themi, krejt gjërat janë zbulu prej Kur'anit. Kur'ani flet për ka gjërat të cilat flasin edhe për medicinë, edhe për fizik, edhe për astronomi, edhe pse kryesorja është mundësim për njerëzit. Kryesorja është që neve të nxjerrin nga teri në dritë. E tash nxjerrja nga teri në dritë përfshin çdo gjë, nuk përfshin vetëm një gjë. Është një nocion shumë i gjatë. Për atë pra vëllezër të nderuar, ne tjerëve u themi, u tregojmë, ua shpjegojmë gjërat se krejt këto gjërat tjera që i kanë marrë prej Islamit. Se feja jonë është fe shumë madhështore. Feja jonë është fe fantastike. Ne jemi njerëz fantastik. Ne jemi njerëz të cilët e kemi një vetë që bota se ka. Pejgamberi jonë ka qenë shumë kështu e shumë ashtu. Mirë po realisht, në qoftë se kthehemi ne në jetën e muslimanëve, në praktikën e muslimanëve, krejt e kundërta do të na dalë. Është e vërtet se feja jonë është e tillë, tamam. Është e vërtet se tjerat e kanë shfrytzu ma tepër Kur'anin se sa ne. Është e vërtet kjo. Pse? Për shkak se tjerët kanë nxjerrë prej Kur'anit. Dhe mandej e bën nobelista me Kur'anin. I kanë lexu ajetet e Kur'anit. Kanë zbulu gjëra prej Kur'anit. Ne muslimanët nuk e dim çka ka Kur'ani. Bile nuk e dim edhe ta lexojmë Kur'anin. A është e vërtet? Tamam se feja jonë është ashtu. Mirë po, a jemi ne të tillë? Bile xhamat të ndershëm,
ekziston një letër të cilën një shkencetar i madh dhe krejt që e dini dhe njerëzit tonë bile shpesh ka thonë kur e ndezin dritën, thonë çkive të kishe qenë musliman, Zotin xhenet ta kishe çuar çka. Flitet për Nikola Tesla, ashtu, për Rimën. Thonë kive ka vendin xhenet dhe ja këtë qojmë ne, me thonë aje ka zbulutën. Shiqoni, e vërtet është ajo se edhe ai ka qenë në fund të jetës vetë indiku prej islamit. Si? Ai ka qenë me prijardhje prej Kroacie. Nikola Tesla i lindur në Kroaci. Dhe i ka vdekur nana, nuk ka mund shkojë të shofe nanën e vet atje. Edhe e ka shkruar një letër. E ka lënë një letër që cilën ja ka shkruar nanës vet, se s'ka mund shkojë të shofe. Edhe ati thot, nana thot, unë shumë kam bë për këta njerëz, po këta s'kam bë kur gjatë për mua. Unë eva kam zbulu Rimën këto e ndem shaj. Të më shaj, thot. Si ma qëtë malin dhe njera më kupton, hoxha kur vlet, kur e prekën të njonin që ka mizën dërgësur, këshis se e shah, ndaj rotën ja shah. Me prek një kundi, aja të rgon islamin, mirë po e prekën atë një kundi a gjenë telë, po asoj këshis se e shah me mendën e vete hoxha. Edhe Nikola Tesla ka thotë unë e kompozot e kom zbulu Rimën, mirë po thotë për fat të keq, thotë, njerëzit përsëri thotë mu më shajnë dhe shka mos u pra. Ka thonë, nan, nuk mle rahat, thot, një za jam duke e dëgju gjdo natë nëndër mbjen. Qfar zani? Aj za, thot, është si vajtimi edhe kanga e maurve, si zërje dhe vajtimi maurve. Mauru ka thonë muslimanve. Muslimanvu ka thonë maur. Do me thonë si ezani edhe leximi i Kuranit pa s'ka mund ta dalloj, vetëm ka thonë si ezanin edhe vajtimi leximin e Kuranit e ka konsideruar vajtim i muslimanëve, i maurve. Jam duke e pa nëndër para se të vdesë pak aty këto gjëra janë paraqit. Vazhdimisht bile thot një herë u zgjova përsëri i merrta i zani edhe vajtimi i maurve. Thot kuri nuk kam dash jetën time që qërohem me turk, se vakisha i natat zanin edhe vajtimin, por e zanin edhe Kur'anin. Mirë po thot tash e shoh se është duke më ardhë tu të vetja ime mu. E zani edhe Kur'ani. Na thot, shumë gabim pas kam qenë, unë e kam ditë shumë gjana, kam zbolu shumë gjana. Ama thot, nuk e kam ditë këtë këtine këto, ma tja përso unë pas kanë ditë. Më vjen keshto që nuk jam shoqëruar me ndonjë turk, që ta disha thot bile çfarë do me thanje ka ezani, kizani i këtire maurve i muslimanve, pra ezani edhe Kur'ani. Edhe çka i thot, mandej thot, nan thot, une e shoh se jeta thot, tash i besoj dhe gjaja të cilat nuk i kam besu ma herë. Edhe jeta thot, nuk përfundon këtu. Këtu të jeta nuk përfundon. Unë thot, përsëri ti kam shpresat e të takoj. Do me thot, ka besu qka? Ka besu ringjallje. Mirë po thot, nan, qka? Lutu thot ti për mu, tash jo ka vdek normalisht, lutu thot për mu me lutjen e maurve. Do me thonë, ti lutet ajo Zotit tash ti kërkon prej mos vete me lutjen e kuj, me lutjen e muslimanëve, me ezanin edhe Kur'anin. Në fund të jetës vetes zbuluesi i Rimës Nikola Tesla këto fjalë, ka thënë. Unë kam britur shumë, mirë pa aspektin shpirtëror e kam pas të shprasë. Shiqoni që matë ndeshëm. Tamama, njerëzit tjerë kanë marrë prej Kur'anit. Njerëzit tjerë janë udhëzuar përmes Kur'anit. Shumë shkencetar e kanë pranuar Islamin duke i parë argumente shkencore në Kur'an. Ama halli problemi është ne muslimanët ku jemi. Ne muslimanët ku e kemi ne Kur'anin jetën tonë. Ne se kemi shfrytzuar Kur'anin jetën tonë. Ne se kemi kemi dobi prej Kur'anit në jetën tonë. Shiqoni xhaman ndeshëm. Kur'ani, fjala e parë e Kur'anit që ka zbritur është lezo. Ajeti i parë lezon emrin e Zotit tënd i cili ka kriju çdo gjë. Në qoftë se kthehemi ne në jetën e muslimanëve, praktikën e muslimanëve, një pjesë bukur e mirë e muslimanëve janë analfabet. Shiqoni në Kairo çka ndodh në Egjipt. Nuk janë të rastishme këto gjëra të cilat ndodhin. A e dini xhamat të ndeshëm se Egjipti, edhe pse ka njërin nga universitetet më të vjetra në botë, Universiteti Azharit, kur në Europë edhe në vendet tjera nuk kanë ditë çka është universitet. Universitet Egjipti ka pas universitet Azharit. Mirë po a e dini sot ku është gjendja e popullatës Egjiptit?
Gjendja e popullatës së Egjiptit sot xhamat të ndershëm është që kemi një numër të madh të tuj, kemi një numër të madh të analfabetëve. Një numër të madh me miliona analfabetë sot kemi në mesin e muslimanëve. Hiçë vetë. Shtipat, jo. Shtipat këtu. Po. Edhe hiçë këtu, po. Tamam, rregull. Shtipat në kamerë. Rregull. Do të sot kemi një numër të madh të analfabetëve. Ku mbet tash fjala e parë e Kuranit? A krejt ne e lexojmë edhe në namaz ikrebismi. Ikrebismi edhe shumë plesh bile kanë ditë për ne. Ama ku është do të thotë jeta, ku është realiteti muslimanëve sot ndaj saj? Një numër i madh, për fat të keq, një numër i madh të muslimanëve në terë analfabet. Mandaj nuk di si të votoja i drejt kur shkon e thirrën dikot që rrethoja atë që duhet të rrethoje, po nëse jo, nuk di të rrethoje. E ndek kish dëven, si kërkon ti prej atij demokraci, kur ai njëherë nuk di duhet vjet dikush i thotë, "Ej, kjo është e lexo, ma thotë se s'di ta lexoj unë." Edhe ti prej atij pret hajt të votoje drejt, po nuk shkon o kurrë. A me i bjet, një musliman, Kurani, fjala e parë e fesë islame çka? Fjala e parë e fesë islame është e lexo. Po mirë, fjala e parë e fesë islame është lexo, ama për muslimanët fjala e fundit është e lexo. Për muslimanët, për islamin po, ama për muslimanët fjala e fundit, ende me analfabetizmin kemi problem. Ende kish dëvejnë sot muslimanët në Egjipt, në Mauritania, në vendet tjera, xhamat të dashur. Edhe mandej pse vijnë këto probleme? Vijnë prej kësaj, vijnë prej paditurisë, vijnë prej mos shkollimit, vijnë prej mos njohjes gjërave. A në qoftë se pyetën muslimanit, na që tu tregun des? Tu thonë se na muslimanët shumë ne ashtu, prej nesh i kanë zbulu gjëra. Tamam, ama i kanë zbulu gjëra prej nesh. Ne prej vetes tonë kur zhon nuk kemi zbulu. Ne dikush ka përdorim hoxhën, për para lopës kur kanë qit me shkel, merr pak ta xhit ta vrojë hoxha lopat qetson. Por çka të ke marr? Nuk e ke marr ti lopën, nuk e ke marr ti Kur'anin edhe hoxhën për diçka tjetër. Ai një tjetër atje kishte bën me vlut. Edhe kur i thonë, po ti me si e ka lëmoja pse bën? Unë në motmatë kam bën me vlut. Pse? Se kur bëjmë me vlut, aty hoxha thotë, "Ni kush e bën me vlutin, ni vjet nuk i bën çetjer atij." Edhe tash kindo, meni me vlut me janë 100 franat ka përsi. Mirë po njëni e kishte bën me vlutin. Mirë po problemi që kur ishte ngrit në sabah lopa i kishte copa ti. Edhe kur shkon gruaja do ti njëri esme se lopa shkoj. Si mi lopa shkoj po me vlut bona ndron, te me mund cope lopa. Edhe ki ngritën sabah hajde me njëre shku. Te hoxha, me njerë me hoxha ti pas këme probleme. Hoxha, a e lezove vetë tamam ti atë me vlutin? Po vetë tamam e kam lezu. Ja, nuk e ke lezu tamam ti me vlutin, do të se? Lopa më ka sotë, po kjo hoxha ka qenë një menqët, edhe ki ka krejti nervozum. Krejt ka qenë, do me thonë, pse ki nuk ka botë tamam? Edhe i hoxha i thotë, nuk e dish ti ku është e thotë poentat, nuk e dish ku është e muhabeti, o thotë ke kanë që koj shti, po se beb me vlutit, lopa ka shku. A di do me thonë. Me thonë, di ke qenë plonë që koj shti. Ama se beb me vlutit, si e po dhe me vlutit, ka ra një më posh lopë, ashtu. Hoqë mira të në fanë. Super, thehet prapë e shkon shkuja qenë. Po do të hoqë i gratë, qka do e pëse? Njerë në vjetë sot noja, me 100 pronë nga do, e në hajre me 100 pronë nga një vjetë më mbojtë që djetë. Ku ke babë shoshtë ti ashtu? Nuk babë muslimon logi, a një qenë i kritona, shkon në gjami, më kisë pa shku në gjami, e di? Qenë i menqën, po që nuk shkojnë në gjami, po kur shkon? E dhënë, bajram. A ka me du se për dita, bajramet di jënë në vjetë. Ama ki njëni pas qendri ja ka përmetësh, ashtu, bajram shkon. E si qëkojsh bajram, ma ndaj besër bajram, nuk bash qëtër gjamë. Ska ati ne. Por aqë pra, gjëmat në tërë shumë, ne Kurani shumë mirë, ama e kanë marë qërët Kurani. Tash ne ku e qëshë mirë, po problemet tonat muslimanve tash gjëmat në tërë shumë. Ne kemi probleme, kemi smundje, kemi anomali që i thonë të ndështë nuk e kuptojnë, në kuptim këto psi i kemi, ja? Kemi shumë pengesa në rrugë, do me thonë, në pojnë lojë dhe gjëra. Tash, çështja është, kuron një njeriu i smund, shembullon një njeri i smund, tash i kemi rreth vetës disa njerëz aty janë, edhe ri anshtra. Ki njeriu i smund, për ta ditë nëse çfarë smundje ka, çka duhet bëjmë? Duhet ta thirrim cilin? Mjekun duhet ta thirrim.
A ta thiri mjeku, se këto gjëra çka janë, vetëm mund shikojnë se e duhet ta thirish mjekun, mjeku tregoje ki se çfarë ka. E tash ne muslimanët për këtë gjendje që jemi xhamat të. Ne, a kemi mjek na tregoje smundja jon, çka është? Ne muslimanët, a kemi mjek? A kemi problem mjeku që nuk e kemi që na ndodhin këto probleme neve? Ku ishin problemet e muslimanëve? Pse na ndodhin? A thu ne nuk kemi mjek na tregoje o musliman që kjo punë më dhem juve. Nuk është ajo, pse ne mjek kemi. Kush është mjek? Mjek ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mjek janë thonjet e pejgamberit mbas. Mjek është Kur'ani. Fjala e Allahut mjekët derisa të ekzistojë kjo botë për ne mjekët. Do të thonë ne mjek kemi të na i tregoje problemet tona. Mirë po tash, mjek në rregull. Do të thonë pas kemi mjek, diagnozat na japë mjeku. Por këtë ne musliman nuk kemi problem, a të shkojmë shkallë po problemi jonë. Po mirë, ndonjëherë, mjeku vin mjeku edhe ta matën gjakun, ti bën analizat, edhe den punë, çka thot ti vallaj ke çka problem, duhet ti marrësh këto medikamente, hapa, ilaçe, ama do të thonë problem, ne nuk kemi ato ilaçe. Po a kjetë një ka Zvitra do të gjë, ti hapësh ati receptin atje ti marrë. Do të thotë ndonjëherë e dish ti diagnozën tënde, ama problemi jo ilaç nuk e dhe më gjeresh i smun. E tash, ne muslimanët mjek thëmë kemi. Diagnozën nga tregon çka kemi. A thu ne nuk kemi ilaç, a thu neve na mungon ilaç, bari, medikamenti, hapat, a thu këto na mungon neve. Edhe këto neve nuk na mungon. Pse? Neve Allahu xhaleshanu në Kur'an krejt na ka shpjegu për 100 farë çka duhet bëjmë. Për 100 për të arrumë çka duhet bëjmë. Na ka shpjegu Allahu xhaleshanu. Nuk kemi ne ilaçet i kemi. Kur'ani është ilaçi jonë. Hadithet e pejgamberit janë ilaçi jonë. Apotekën ne e kemi, apotekën e besimit e kemi në Kur'an, e kemi në thonjet e pejgamberit dhe në të njëjtën kohë edhe të interpretimet e hoxhallarëve, fejt na mësojnë kja mira. Do të thotë edhe këtë pasim në ilaç. Po mirë xhamat të shumë, ai smund të atëre, pse nuk shërohet? Mjeku ja ka kallëzu diagnozën ashtu. Mjeku ja ka dhënë edhe ilaçin. Po pse me kizotnia ndë nuk shërohet? E po tash te i smuri ka dhe një problem tjetër. Çka mund tjetë problemi tjetër? A i smuri mund mos i përdore këto ilaçet ashtu mjeku si i ka thonë. E këtu ne kemi problemin musliman. Kjo problemi jo. Mjek kemi, ilaçe kemi, ama ne nuk e përdorim ilaçin ashtu mjeku si ne e ka thonë. Mjeku ne e ka thonë, shqo këto hapa ti pish 3 herë në ditë, ne i pim me shoq 1 herë në ditë. Mjeku na thot ti pish para buke, ne i pim mbas buke. Mjeku na thot që kjo ti je i smund prej zemrës mushkrive, më pi cigare. Ne jo vetëm cigare, po edhe pe ato me kaçak që i ndërtojnë shtunë. Edhe atëherë kush i ka fajet? A mjeku i pas ka fajet? Nuk i ka fajet mjeku. Nuk i ka fajet ilaçi. Ne kemi fajet që nuk e përdorim ilaçin ashtu si na ka thënë mjeku. Edhe nuk shërohet. Kjo çka na ndodhen neve që ma detë? Neve muslimanëve sot na ka çu kjo. Ne muslimanë, ujin e kemi para veti, që është kështu? Neve buzët na janë tha dhe themi, e si mjenë tha buzëtve, a ujti që para veti, e shohet, nuk e marim. Po normal, ujtin e kje, po mereve, nuk të shkon, a para veti e kje. Ne muslimanët, e shohim atë barierën e trenit që bija atia, e shohim, drita e kuqe ban, fakt, drita, zani ban, zilja, bariera bie, ne dorët në gjepa krijet në për rrugën e pampurit, në për binare, kalëm edhe, ej, ka kone i trenit të mshkire, i budal ishte i pozici. Ne, atë për budal, prap. O ti shoq, shipe budal i pozici. Po ti bariera ra, po be, po ajo drita e kuqe ban të mosim, po be, po zoni ban, po pse be shosh t'i shkove s'ma kapi menja se të mbrije mu trenja. E po si mos t'a kapi menja të kapën trenja. Ne musliman me shoq, kundra ti kemi ati para veti, kundra ti kemi ati. Por e madhe ne këm dadhët në përbore dhe përshkujmë, ama që më kam bërdhim kamat, po pse vetë kam bërdhim kamat, por e madhe akot. Po kundra, a kundra të ndori, po pse vetë nuk i veshë